Rezultatet e punës strukturë të drejtorisë vendore të Policisë Elbasan për periudhën maj-qershor 2026. Përshëndetje të nderuar qytetarë dhe përfaqësues të medias. Ju falenderoj për pranimin tuaj në këtë konferencë të drejtorisë vendore të Policisë Elbasan, e cila zhvillohet në kuadër të qasjes së re të Policisë së Shtetit për një komunikim më transparent, më drejt për drejt dhe më të shpeshtë me qytetarët dhe media. Qëllimi ynë është të informojmë publikun mbi rezultatet e punës së strukturave të drejtorisë vendore të Policisë Elbasan, masat e ndërmarra për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, si dhe sfidat me të cilat përballemi në përmbushjen e misionit tonë. Si siguria rrugore, lufta kundër narkotikëve dhe trafikeve të paligjshme, mbrojtja pa leje, kapja personave në kërkim, evidentimi dhe goditja e krimeve mjedisore, ndjekja në kohë dhe në dinamikë e shqetësimeve të qytetarëve. Parandalimi i dhunës në familje, garantimi i rendit dhe sigurisë gjatë sezonit turistik, reagimi shpejt dhe profesional në rast ngjarjesh, si dhe ofrimi i një shërbimi dinjitoz dhe të paanshëm për qytetarët. Në përfundim të raportimit do të jemi të hapur për pyetje dhe interesimin tuaj në funksion të transparencës dhe informimit të drejtë të opinionit publik. Fillimisht, do të paraqes rezultatet e punës së drejtorisë vendore të Policisë Elbasan gjatë periudhës maj-qershor 2026. Gjatë kësaj periude, janë referuar në prokurorin pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan 428 raste të veprave penale, nga të cilat janë zbuluar dhe dokumentuar 427 ose 99.76% e tyre. Për këto vepra penale janë proceduar penalisht 448 shtetas, nga të cilët 63 janë arrestuar në flagrancë, 16 janë ndaluar me urdhër të prokurorisë, 4 janë shpallur në kërkim dhe 365 janë proceduar në gjendje të lirë. Është zbuluar dhe dokumentuar plotësisht autorësia për 45 raste të veprave penale kundër personit dhe 47 raste të veprave penale kundër pasurisë. Këto rezultate janë arritur nëpërmjet punës parandaluese, hetimore dhe operacionale të strukturave të policisë, si dhe fal bashkëpunimit me prokurorinë, institucionet e tjera ligjstatuese dhe qytetarë. Gjatë periudhës maj-qershor janë zhvilluar 14 operacione policore, si rezultat të cilëve janë arrestuar 16 shtetas, janë ndaluar 10 shtetas, janë shpallur në kërkim 10 shtetas dhe janë proceduar në gjendje të lirë 3 shtetas. Operacionet policore kanë konsistuar në goditjen e veprimtarisë kriminale të prodhimit, shitjes dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike, veçanërisht në afërsi të institucioneve arsimore, 5 operacione policore. Goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e trafikeve konkretisht, dhënje së ndihmë për kalimin paligjshëm të kufirit, 2 operacione policore, trafikim të mjeteve motorike, 1 operacion policor dhe trafikim të lëndëve narkotike, 1 operacion policor. Goditjen e veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike, 1 operacion policor nga Komisariati i Policisë Librasht, gjatë të cilit u arrestuan 1 shtetas dhe u asdësuan 238 bimë narkotike. Goditjen e rasteve në fushën e vjedhjes, 4 operacione policore. Gjatë kësaj periudhe janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale 1 kg lëndë dyshuar narkotike heroin, 50.4 kg lëndë dyshuar kanabis sativa, 177.7 gram lëndë dyshuar narkotike kokainë, 1 armë zjarri automatik, 2 armë zjarri pistoleta, 14 automjete të tipeve të ndryshme, 1 motomjet, 43 celular, 4 peshore elektronike, 2.720 euro, 119.600 lek, 15 pound, 20 franga zvicerane, 219 dinar, 249 steka me cigare, 1 armë ftohtë. Gjithashtu është ekzekutuar vendimi i gjykatës së posaçme të shkallës parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar për vendosjen e sekuestrave preventive mbi disa pasuri, vlera e të cilëve arrin në 225.000 euro, që dyshohet se janë përfituar nga veprimtari kriminale. Gjatë periudhës për cilën po raportojmë, është punuar me seriozitet edhe në drejtim për ndalimit të ngjarjeve kriminale dhe trajtimit në kohë
të problematikave të ndryshme të evidentuar në territor. Në këtë kuadër, janë trajtuar dhe adresuar për zgjidhje 355 konflikte, kryesisht për motive pronësie dhe motive ndopta, për të cilat janë kryer veprime procedurale përkatëse. Ka vijuar kontrolli periodik në zonat me risk për kultivimin e bimëve narkotike në bashkëpunim dhe me institucionet e tjera përgjegjëse. Për garantimin e rendit të sigurisë publike janë marrë masa të plota në 9 aktivitete ndryshme, nga të cilat 5 sportive, 4 kulturore dhe fetare. Shërbimet e policisë kanë hartuar dhe zbatuar planet e posaçme të masave, duke garantuar zhvillimin normal të këtyre aktiviteteve pa problematika. Një vëmendje veçantë ju është kushtuar pikave dhe zonave më të frekuentuara turistike të qartë, ku gjatë muajve maj dhe qershor është evidentuar një rritje e fluksit të tyre. Shërbimet e policisë kanë monitoruar këto zona dhe kanë reaguar ndaj çdo kërkese për ndihmë. Konkretisht kemi patur 2 raste, Komisariati i Policisë Librash i ka dhënë ndihmën e nevojshme 2 turistëve, ndërsa Komisariati i Policisë Gramsh ka shkuar në ndihmë të një turisti për problematika të hasura gjatë lëvizjes në zona turistike. Duke patur parasysh rritjen e ndihshme të fluksit të automjeteve në qarkun e Elbasan, gjatë sezonit veror, shërbimet e policisë rrugore kanë intensifikuar monitorimi dhe kontrollet në akset rrugore të qarkut me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë rrugore. Policia rrugore drejtorisë vendore e Elbasan ka evidentuar 121 raste të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor. Gjatë kësaj periudhe, fatkeqësisht, ka ndodhur 3 aksidente rrugore me pasojë humbjen e jetës. Pavarësisht rezultateve të arritura, mbeten ende problematika që kërkojnë vëmendje dhe angazhim të mëtejshëm. Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor, sidomos përdorimi i pive alkolike gjatë drejtimit të automjetit, tejkalimi i shpejtësisë, manovrat të rrezikshme në rrugë, mos respektimi i sinjalistikës rrugore. Rastet e dhunës në familje, si dhe prodhimi dhe shpërndarja e lëndëve narkotike. Shërbimet e policisë kanë shtuar monitorimin, kontrolle dhe pranimin në teren me qëllim e evidentimin dhe dëshkimin e çdo shkelje dhe palishmëries, si dhe kanë rritur kontakte me qytetarët për të siguruar informacion, me qëllim parandalimin dhe ndëshkimin e shkeljeve që shfaqen në territor. Në përfundim, ne me të gjithë strukturat të drejtorisë vendore të policisë Elbasan dua të siguroj qytetarët se mbetemi maksimalisht të angazhuar për parandalimin dhe goditjen e çdo palishmërie, si dhe për garantimin e rendit, sigurisë dhe qetësisë publike. Puna do të vijojë me intensitet të shtuar në mënyrë të paneprer dhe në të gjithë territorin e qarkut. Një apel të veçantë dua t'ju drejtoj qytetarëve që të respektojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor, për të parandaluar aksidentet, por dhe për të kontribuar pozitivisht në menaxhimin e trafikut. Çdo shkelje që cënon jetën, shëndetin apo sigurinë e qytetarëve do trajtohet me seriozitetin maksimal dhe në përputhje me ligjin. Gjithashtu, ftoj qytetarët dhe median të vijojnë bashkëpunimin me policinë, duke denoncuar çdo rast palishmërie, veprimtari kriminale apo situatë që cënon rendin dhe sigurinë publike. Me të njëjtën përgjegjësi dhe panshmëri do të trajtojnë çdo denoncim të qytetarëve për çdo punonjës policie, veprimet ose sjellje e cilëve vjen ndesh me përmbushjen e detyrës. Etikën profesionale dhe pritshmëritë e qytetarëve. Ju garantoj se çdo informacion, denoncim apo telefonat do trajtohet në kohë me profesionalizëm, përgjegjësi dhe seriozitet. Ju falenderoj për vëmendjen dhe jam i gatshëm të përgjigjem pyetjeve dhe interesimit tuaj. Përshëndetje, faleminderit. Ndoshta nuk e keni një statistikë të tillë në këtë moment, por në interes do të ishte të paktën për sa i përket aksidenteve rrugore, sa jetë humbura ka dhe nëse bëjmë dot një krahasim që mund të na jepni edhe më vonë në formën e një statistike, nëse aksidentet rrugore me pasoja fatale kanë ardhur në ndërvite në ulje apo në rritje. Faleminderit. Tani për sa i përket problemit të aksidenteve rrugore, unë e përmend edhe në informacion që ndavë me ju. 3 raste. 3 raste ka qenë për 2 muaj. Do të them që numri i aksidenteve rrugore gjatë deri tani duke përfshirë edhe aksidentin e djeshmit ku
ju jeni dini të informacionit që do të një aksident me pasoj humbjen e 2 jetë. Deri tani janë 13 aksidente me humbje jetë. Kjo është një shifër e madhe për qarkun tonë, kështu që 13 referohen në janar korrekt nëse flas. po janar korrekt. Ne jemi të angazhuar që problemet që lidhen me qarkullimin rrugor, me qarkullimin e mjetëve dhe të shtetasve, të kemi në fokusin tonë. Kështu që në vazhdimsi do t'i përshërbejmë në veçantë. Përshëndetje, Engela Duka nga MCN. Ju në fakt e përmendët edhe në materialin që përcollet për media në masa intensive do të merret nga ana e policisë tek apo sezoni turistik. Ju referuat gjatë periudhës në cilën ne diskutuam deri tani, po fokusi janë edhe muaj që janë përpara. Që do thotë, jemi në fund korrikut, por edhe gushti është ardhja e migrantëve. Konkretisht, si do të operohet, cila do të jetë asistenca e policisë? Kujtoj faktin se rrugët e Elbasanit shpesh herë edhe mbi popullohen, ngarkohen, krijohet një lloj kaosi. Konkretisht, ku do të fokusohet puna juaj dhe si do e lehtësoni qarkullimin apo trafikun? Për sa i përket problemit në lidhje me turizmin, sigurisht që këto 2 muaj është kulmi i ardhjes edhe të migrantëve, por edhe turistëve që vizitojnë, tuaj që vizitojnë vendin tonë. Drejtoria vendore e policisë së Elbasanit, krahas masave që kemi ndjekje, ne duke bashkëpunuar dhe me institucione të tjera, dhe me komisariatet në varësi, do të shtojmë shërbimet, duke përgjigjur në kohë shqetësimeve apo problemeve që lidhen me mbarvajtjen e sezonit turistik. Përshëndetje drejtor, së pari do të përgjigjësoja për këtë risi të iniciuar nga drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit për patur një komunikim me mediat e çdo rajoni ku natyrisht i bëhet një pasqyrë detajuar e punës bërë nga policia vendore. Së pari do të ndalesh edhe unë te një nga problemet më të mëdha, siç është siguria rrugore, për të cilën natyrisht nuk mund të fajsojmë shërbimet e policisë rrugore apo shërbimet e tjera, duke qenë se rajoni i Elbasanit ndodhet në një nga kryqëzimet më të rëndësishme, por dhe një nga arteriet më të rëndësishme që lidh kryeqytetin me juglindjen e Shqipërisë. Pra kemi një punë sforcuar të shërbimeve të policisë përballë një infrastrukturë e cila nuk plotëson as kushtet më minimale të qarkullimit të automjeteve. Me këtë rast do të kërkoja edhe vëmendjen tuaj por të kishte edhe iniciativë nga shërbimet e policisë rrugore pranë autoriteteve të qeverisë vendore dhe qeverisë vendore për ta përshpejtuar jo vetëm ndërtimin e atij segmenti të përfolur gjatë kohëve të fundit, por të shliruar atë pjesën që është hyrë në një nga nyjet më kritike pranë rreth rrotullimit brenda sheshit, por edhe ndërtimin e bypassit të Elbasanit. Do të ishte shumë mirë që policia të bëjë iniciatore bashkë me pushtetin vendor dhe përfaqësuesit në Kuvendin e Shqipërisë që të zgjidhej ky ngërç i cili natyrisht jo vetëm që rëndon trafikun, krijon kaos, por pastaj bëhet edhe shkak edhe për aksidente. E dyta një problem që nuk duhet neglizhuar është shpërndarja e lëndëve narkotike, sidomos në shkolla. Tani jemi në periudhën e pushimit, po vjen shumë shpejt rifillimi i shkollave, që duhet jemi në alarm si komuniteti, po ashtu edhe policia për t'i goditur pa mëshirë shpërndarësit e drogës, pasi pas kësaj vinë problemet e tjera. Ndërkaq një tjetër sugjerim edhe si qytetar do kisha që policia rrugore, e cila përballet një punë të jashtëzakonshme, duhet të jetë shumë e ashpër ndaj drejtuesve të automjeteve që i shkelin shpeshherë rregullat e qarkullimit në rrugët në qytet, që natyrisht janë shumë populluara, por që përbëjnë burim rreziku dhe një motivim për një grup adoleshentësh të papërgjeshëm për të ndjekur shembullin e tyre. Faleminderit. Faleminderit. Për sa i përket problematikave që lidhen me qarkullimin rrugor, ne në mënyrë të vazhdueshme kemi bashkëpunuar edhe me institucione të tjera, duke përfshirë prefekturë, bashkitë, përkatëse,
me autoritetin e rrugor shqiptar, janë përcaktuar ato pikat që janë më të rrezikshme për qarkullimin e mjetëve, sepse në ato pika ne kemi patur dhe humbje të jetës qytetarëve. Prandaj ky është një problem që ne do ta ndjekim vazhdimsi. Krahas kësaj, me shërbimet tona kemi marrë në mënyrë të vazhdueshme, është rritur numri i masave administrative kundër detyruesve të mjetëve. Por unë që theksova edhe në këtë material që krahas kësaj punës tonë duhet edhe një përgjegjësish më e madhe e qytetarëve për sa përket përdorimit të ato mjeteve dhe përdorimit të rrugëve, duke filluar që nga pjeta koliki apo drejtimi i mjeteve në mënyrë të rregullt. Në lidhje me pyetjen tuaj për sa përket shpërndarjes së lëndëve narkotike, sidomos në institucione arsimore në shkolla, në zbatim të porosive drejtorit të ligjit policisë shtetit për rritjen e parametrave të sigurisë dhe goditjen e prerje kriminale për shpërndarjes së lëndëve narkotike, veçanërisht në afërsi të institucioneve arsimore, strukturat e drejtorisë zyrtare të policisë së Elbasan kanë intensifikuar kontrollin në terren. Punë operative dhe veprimet hetimore në bashkëpunim të ngushtë me prokurorin. Ne kemi procedim që kemi ndjekim me prokurorin, sidomos për sa i përket këtij fenomeni. Faleminderit. Faleminderit.